Klementina. Na ishte një mulligji që e kishte zakon të tregonte një thes me gënjeshtra. Që të mëni me shutit në tjetër ma preu rrugën një dragua. Ha, i dashë një shpull të mirë që e vërtikte duke vërtitur. Mami, dhe kësë është asgjë, nuk ju kam folur pra të peshkaqeni që e bërat kërcin të mare të vishtë. Ky mulligjiu kishte një vajzë që quaj Marta. Ajo ishte shumë e bukur, megjithëse e vogël e mbante shtëpinë e vetme. Një ditë prej ditësh, mulligjiu po tregonte si gjithmonë gënjeshtra para mbretit. Merreni me mend që si ajo ai zotin dhe që ka një vajzë që është në gjendje të tjetë ka ashtu dhe për më tepër i them Flori. Me të vërtetë, Roje, silleni me njërë këtu vajzën e këtij mulligjiu. Kështu vajzën e shuan në pallatin mbretëror. E futën në një bodrum, i dhan gurin e drurin të nevojshme për thirrjen. Atë moment erdhi mbreti që i foli me një ton urdhërues. Tiri këtë karë dhe mundohu që ta bësh shpejt, sepse po nuk e bëre deri nesër në mëngjes, do të urdhëroj Roje që ta presi kokën. Por zoti mbret, Nuk ka por, fillo punën. e shkretam. Mbreti mbylli derën dhe i ku i shoqëruar nga rojet e tij. Vajza filloi të qante, por pa pritur, u hap dera dhe hyri një xhush i vogël, shumë i vogël. Mbrëma e bukra vajzë. Si po qanë kështu, unë duhet të tjene gjithë këtë e të akthej në Flori. Të gjithë këtë, si të të në bërje shpejta unë. Qëfar do të më dhurosh nëse e shdëroj dhe i kthej në Flori për të? Do s'tjavë këtë varsën time të bukur. Dakor, u thovë, ma je varsë, me kur e shkop do të punoj. Xhuxhi filloi thirrjen dhe ktheu të gjithë kashtën në Flori. Herët në mëngjes ai iku, por pas pak çastës erdhi mbreti. Të lutem të Marta, e shoh që ti e bën mirë këtë punë. Do të çoj në një dhomë tjetër, dhe atje të flet e njëjta punë. Dhe mos haro, ke të njëjtat kushte. Nëse nuk e kthen këtë karë deri nesër në mëngjes, në Flori do të urdhëroj Roje të ta presin kokën. Vajza bukuroshe filloi të qante përsëri, por hyri përsëri ai Xhuxhi. Çfarë do të më dhurosh nëse e kthej në Flori për të? Do të jap këtë unazër e bukur që kam. Dakor, u thovë, a jepim. Me kur e shkop do të punoj. Të nesërmen në mëngjes, mbreti e gjeti Floririn gati. Dhe ai donte ta të grumbullonte sa më shumë Flori. Ai e çoi Martën në një tjetër bodrum. Tani po e tore këtë kashtë dhe ta kthesh në Flori deri nesër në mëngjes, jo vetëm që nuk do të pritet koka, por ti do të bëhesh mbretëreshë. Pasi u largua mbreti, erdhi përsëri Xhuxhi. Mbrëma, e bukra vajzë. Çfarë do më dhurosh nëse... Por... Shikoj dashur Xhuxhi. Ti e di që unë t'i dash të gjitha, tani nuk kam asgjë prej zgjedhje, asnjë fund pastër. Jo, vështirë situatë. Dashur më vajzë. Kur të lindësh djalin e parë, në mbretëri të ma ja përshmua. Në rregull. Vajza ja prendoi vetëm që të shpëtonte. Pastaj, duke parë e duke bërë. Xhuxhi e tori kashtën dhe ditën tjetër Marta u bë nusja e mbretit. Kaloi koha dhe pas një viti në pallatin mbretëror lindi një princ i vogël dhe shumë i bukur. Pas pak disa ditësh, erdhi Xhuxhi dhe u paraqit para mbretëresës me fytyrë të vrentur. Ç'ke me i dashur Xhuxhi? Ç'të stolli këtej? Ka marrë detyrë të marrë princin të vogël, ashtu si kishim rënë dakord. Po. Shikoj, i dashur Xhuxhi, të lutem, me çdo gjë që dëshiron. Vetëm princin tim jo. Jo, dua princin e vogël. Mbretëresha ju lut aq shumë sa më në fund Xhuxhi tha. Në rregull. Po t'ja 3 ditë kohë. Nëse në këto 3 ditë ma gjen emrin, unë nuk do ta marr princin. Përndryshe, unë nuk ma gjen dhe do ta marr. Mbretëresha nuk bëri asgjë prej gjëje dhe pranoi çfarë i tha Xhuxhi. Dhe në gjithë natën zgjuar duke kontrolluar në
në ndërmjet emrave të çuditshëm, por as ditën e parë dhe as të dytën ajo nuk e gjeti emrin. Veti vetëm dita e tretë. Pikërisht ditën e tretë, kur Xhuxhi po vete, ishte kthyer lajmëtari i lodhur të shkatruar. Çfarë lodhje? Isha në malit e këtë shok. Për gjë më të shtrenjtë që ke, më thuaj, këpe mos më lërna. Pasha të Xhuxhin në çuditshëm që ishte që vinte rryer në pallatin mbretëror. Asnjë se di. Unë jam Tremolino. Por thoshte Tremolino apo Tremotino? E them në drejtë nuk e kuptova mirë këtë gjë. Mbretëreshës me humbiste durimin, kur ja, hyri Xhuxhi. Në më mbretëresh. Çfarë ne imash një gjë për ditën e tretë? Sa me nxitime paske, ndoshta quhesh Jasmin. Jo, ujë. Tremolino? Zjarri vogël. Atëherë quhesh Tremotino. Zjarr drejtar, po kush ta tha? Djalli